gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Arnela. Unë jam Sidi. U bë një kohë shumë e gjatë që ne nuk kemi bërë video në YouTube dhe mund të them që më keni munguar jashtë mase shumë. Jam shumë e lumtur që u riktheva sërish edhe më në fund më dha mundësia sërish që të filmoj video për YouTube. Këtu jemi pas rreth më duket një muaj, më shumë se një muaj që nuk kam hedhur video në YouTube dhe gjatë kësaj kohe ka ndodhur shumë gjëra. Gjithsesi unë do mundohem të tregoj aq sa ka mundësi. Ne tani jemi në darkë, unë kam futur para këtyre momenteve, disa momente të tjera ku ne kemi kaluar kohë së bashku me Solean, tek lojrat këtu në Konstancë, tek lojrat që zhvillohen një herë në vit. Kemi dalë shëtitje së bashku pastaj, tek parku që kemi këtu afër tek shtëpia. Tani është darkë, edhe ne jemi rikthyer nga shëtitja jonë e mbrëmjes, edhe duhet të gatuajmë pak tani, sepse Solea është e uritur. Solea donte pilaf. Tha mami, unë dua pilaf, e dua pa karrot, pas një gjë, dua vetëm pilaf të bardhë. Dhe donte që t'ja gatuar e ti. Donte që t'ja gatuaj unë. Kështu që unë do bëj pilafin për Solean, ndërsa Sidi do pi kafen e vet, se nuk e ka pirë. Po, unë jam coffee lover, edhe më pëlqen shumë kafe. Por që duhet të rralloj pak me të drejtën, se e teproj ndonjëherë me konsumimin e kafes. Po, nuk është shumë e mirë. Të gjitha gjërat e reja se çka ka ndodhur, unë do ju a tregoj në vazhdim të vlogut. Realisht nuk ishte munguar jashtë mase shumë të bëja video për YouTube, nuk ishte munguar edhe ju, ndjekësit e YouTube-it, edhe tani që u riktheva më duket pak e vështirë e folura për YouTube, por që jam shumë e lumtur. Edhe tani YouTube është bërë si një pjesë e imja që më mungon. Tani në vazhdim do kemi video, shpresoj Zotit, pa shkëputje, edhe do mundohemi të kemi video edhe të shpeshta. Do bëj vetëm kaq sa për Solean. Nesër është dita e baballarëve këtu në Gjermani, edhe unë e kam pushim tek puna, edhe pas nesër po ashtu e kam pushim tek puna, edhe jam me Solean në shtëpi. Do rrim të dyja bashkë, do flem gjumë, do kënaqemi, kalojmë kohë të dyja së bashku. Nesër janë të gjitha dyqanet mbyllur, edhe nuk e di se si do jetë edhe koha nesër, kështu që të shohim se çfarë mund të bëjmë aktivitete bashkë me Solean. Ndërsa pas nesër është ditë e premte, edhe pas nesër do dalim bashkë me Solean për të marrë analizat, sepse kam bërë analizat e gjakut, jo vetëm analizat e gjakut, kam bërë një si tip check-upi, një kontroll të përgjithshëm, sepse kam shumë kohë që nuk kam bërë analizat. Në start kam bërë analizat kur ishim vjetë në verë, në Shqipëri në gusht, edhe më dolën mirë, nuk më kujtohet eksaktësisht, sepse ngatroj pak dhe me ato të Sidit, por që doja t'i bëja edhe një herë këtu analizat, pse jo, analizat e përgjithshme i mbulon sigurimi shëndetësor, edhe doja të bëja një kontroll të përgjithshëm, edhe një kontroll për sa i përket gjithë vitaminave, sepse këto nuk i kam bërë asnjëherë. Edhe i thash doktorit që duhet të bëj edhe vitamina, të shikoj nëse kam një mungesë vitaminash, hekurit, gjitha këto, ndërsa këto duhet i paguaj vetë. Kur të vi fatura në shtëpi, nuk e di se sa kushtojnë këto. Edhe të premten do marr përgjigjen e analizave, do ju marr me vete, do ju tregoj se si kanë dalë analizat. I kam bërë të gjitha analizat, përfshirë edhe urinën gjitha, dhe doja ta bëj këtë kontroll, sepse herë pas here ndihem e pafuqishme dhe thash dua ta shikoj, domethënë se si është gjendja e trupit.
Një kujtes për të gjithë ju, nëse nuk I keni bërë analizat dhe keni kohë pa I bërë analizat dhe keni shqetësime, qoftë pa shqetësime ose me shqetësime, duhet të shkoni dhe të bëni analizat, të kontrolloheni, të paktën një herë në 6 muaj ose një herë në vit, mosha jonë. Duhet ta shikoj se si është gjendja e trupit së jonë. Siç e keni bërë edhe ju, unë kam bërë një mungesë të gjatë, mungesë kohore të gjatë në YouTube, por rreth 2 muaj nuk kam filmuar video. Më është dashur të largohem 2 herë në Shqipëri brenda 3 javëve, edhe jam shkëputur prej 20 ditëve nga puna, 2 herë nga 10 ditë kam qenë në Shqipëri për arsye familjare shëndetësore, edhe më është dashur të largohem në Shqipëri pranë familjes time. Për këtë arsye nuk kam qenë fare aktive në YouTube, Instagram jam munduar pak kur kam qenë në Terezi. Kam qenë edhe vetë shumë pa qef, me dhimbje grykër, kësaj kohe në gjendje gripale. Kur erdha për herë të dytë nga Shqipëria, që kur ktheva në Gjermani, bëra edhe një vizitë doktori dhe kisha një ftohje e cila më kishte prekur pak edhe anën e majnë të mushkujve dhe kam marrë edhe antibiotik për rreth 10 ditë. Mendova që të bëja pas kësaj të bëja edhe analizat, një kontroll të gjithë. Kam qenë shumë e lodhur, shumë e pafuqishme, jo mirë me thënë të drejtën, por tani shpresoj që gjithçka të kthehet në normalitet edhe analizat të dalin mirë. Nëse do kemi diçka sigurisht do flas me doktorin. Kam filluar edhe stërvitje në shtëpi, e bëra abonimin në mars, e bëra abonimin e parë në mars për stërvitje në shtëpi, por nga mezi I marsit më duhej të largohesha në Shqipëri, edhe nuk e fillova fare stërvitjen, e lash, iku gjithë marsi, pastaj edhe në prill më desh të largohesha prapë në Shqipëri, edhe prilli iku po ashtu, edhe e rifillova sërish tani në maj, I kam bërë të gjitha seancat. Kam një seancë për të bërë që kanë lënë mbrapa, edhe jam shumë e lumtur që fillova sërish stërvitjen sepse më motivon edhe më mban goxha në formë. Gjatë kohës që bëj stërvitje, reduktoj goxha edhe ushqimi, sepse unë kur jam në stres, ha ushqim pa mas edhe pa kontroll, edhe kjo gjë domethënë ma ka shtuar peshën. Edhe gjatë kohës që bëj stërvitje, ndjehem shumë mirë, edhe trupi kur është aktiv, edhe kur ka bërë stërvitje, largohet edhe dëshira për të ngrënë ato ushqimet e pashëndetshme, mundohesh sa më pak, duke filluar avash duke I reduktuar, pastaj edhe trupi I largon edhe nuk ke më dëshirë fare të konsumosh ushqimet e pashëndetshme. Për këtë arsye preferoj që të bëj stërvitje për të mbajtur trupin sa më në formë, për të patur një trup sa më të shëndetshëm, jo vetëm për të dukur bukur fizikisht, por më e rëndësishme për mua është gjendja shëndetësore, fuqia që ti ndjen pasi bën stërvitje. Unë ndjem goxha shumë e fuqishme, shumë e motivuar, kam më pak stres, më jep shumë ndjesi të mira. Periudha kur bëj stërvitje, pas të gjithë periudha kur jam shumë aktive, ndjem shumë mirë edhe me trupin tim. Për këtë arsye dua ta bëj stërvitjen gjithmonë, jo vetëm në periudha të caktuara, por në dimër unë e shkëputa stërvitjen, unë kam një problem që kur është ftohtë, jam shumë e ngurtë, edhe nuk mund lëviz fare, jam një person që kam shumë ftohtë, edhe gjatë dimrit vetëm dua të rri mbledhur me batanie, të rri ngrohtë brenda dhomës mundësisht. Kam shumë bezdi të dal nga një dhomë në një tjetër, dhe për këtë arsye e shkëputa fare stërvitjen, nuk mundesha dot, thjesht nuk mundesha, kisha se nga dhoma tjetër për los me zgjidhje. E tani që u ngroh koha, e kam rifillova sërish dhe shpresoj, uroj që ta vazhdoj
vazhdimisht, jo vetëm gjatë periudhës së verës dhe pranverës, uroj që ta vazhdoj edhe më tej gjatë gjithë vitit, mos ta shkëputj fare. Tani unë duke diskutuar, duke folur me juve, duke ju treguar edhe më të rejat e fundit, e skuqe edhe pilafin, sepse gjithmonë e skuq pak përpara, do t'i hedh edhe ujin dhe do ta lej për të zier për solea. Tani dua të bëj si tip qofte me perime. Kam këtu 2 karrota, 2 patate dhe 1 kungull, edhe do t'i grij të gjitha këto në rende. Më pas do t'i hedh këtu tek tasi dhe do shtoj vezë edhe miell edhe disa erëza të tjera dhe do t'i pjek, por sepse nuk dua t'i skuq, që të marrin sa më pak yndyrën edhe të jenë sa më të shleqme. Tani do vazhdoj nga puna, do t'i grij këto në rende. Ja tek kam edhe të treja perimet, i griva në rende, i hoqa lëngun e vet. Tani do t'i trazoj bashk edhe do t'i hedh brenda 2 vezë do t'i hedh, erëzat, pak miell, pak gluten, edhe do t'i grij dhe pak djath parmigiano. Do t'i hedh kështu miell pa gluten. Kjo është për sa i përket ushqimit. Tani mundohem që të ushqej me sa më shumë perime, gjëra të shëndetshme, të mos ha gjëra të skuqura, të ha gjëra të pjekura, sallatë sa më shumë, kos. Bukën që përdor unë është kjo buka këtu. Mund ta gjeni në DM ose në çdo supermarket. Besoj, jo në gjitha supermarketet, por tek Kauflandi është, edhe kjo është pa laktozë edhe pa gluten. Është për personat që kanë intolerancë ndaj laktozës dhe ndaj glutenit, por edhe për personat të cilët bëjnë stërvitje. Kështu që përpos unë kam shumë kohë që e përdor në fakt këtë bukën, sepse jam intolerante ndaj të dyjave, si laktoza dhe ndaj glutenit. Por kjo është shumë mirë edhe kur bën stërvitje, i ka ato fetat e bukës shumë të vogla, edhe unë mund të ha 1, maksimumi 2 nga ato fetat, edhe jo çdo ditë dhe jo në çdo vakt. Mund të ha në mëngjes ose në drekë, në darkë nuk e konsumoj bukën. Këto pra, tani unë do vendos këto për të pjekur, kemi vendosur edhe disa kofsha në furr, do vendos edhe këto qoftet për të pjekur, nuk do t'i skuq, do t'i pjek, shpresoj të dalin të mira, nuk e di. Mundohuni edhe ju të ushqeni sa më shëndetshëm,
të hiqni dorë nga produktet e paketuara të supermarketit, nga gjërat e pashëndetshme. Mundoni sa më shumë të hani fruta, perime, të konsumoni produktet e tilla që janë direkt nga toka. Uji gjithashtu është shumë i rëndësishëm. Në kohët e fundit jam munduar të shtoj dozën e ujit sepse siç e thash e kam lënë veten shumë bazdore. Tani do mundohem pak nga pak që të mos jap vetes as shumë stres, por në mënyrë graduale të kthehem në gjendje normale si duhet të jetë në fakt. Ja dhe si dolën edhe këto qoftet, i kam hapur me lugë të tava, i kam hedhur pak vaj ulliri sipër dhe tani do t'i vendos për të pjekur. Shpresoj që të dalin të mira. Sa po i hoqa edhe qoftet me perime, nuk i kam provuar, por duken super të mira. Besoj dhe në shije do jenë super të mira. Kështu që ja super vlen edhe t'i pjekësh dhe jo t'i skuqësh, domethënë janë super. Këtu kam edhe kofshat që poqëm që parë. Përshëndetje edhe nga dita tjetër. Paktën doja të hapja videon për ditën e sotshme që në mëngjes, por ora tani është 12:30 edhe nuk munda dot sepse më doli jashtë parashikimeve me Solean. Unë ngritëm që në mëngjes, Solea donte të shikonte YouTube, unë nuk e lash. Më pas ajo donte të hante akullore, dua të dal jashtë. Pastaj absolutisht që unë nuk e lash në të qetësinë e saj. Edhe u qetësua më vonë, nuk e gacmova fare, por rinte këtu mbas meje, tha duhet bëj akullore, hipi këtu lart te bufeja, e gjeti ato që bën akullore, që vendoset akulloria brenda, kishim lule shtrydhe aty, e bëm me lule shtrydhe. Më pas, unë ja marr me kuzhinën, e kam pastruar sobën, kam rreth 2 orë, ose më shumë se 2 orë, rreth 2 orë që merrem me pastrimin e kuzhinës, kam larë sobën, i vendosa që dje, ja tek e kam dhe ilaçin, që mbrëm në darkë, kjo nuk kam më mbaroj, dhe të blej një tjetër, e leva me këtë spray që është posaçërisht për sobën dhe për grillat, për ato yndyrnat që krijohen mbasi ke gatuar tek soba, dhe e bëra në fakt, kjo nuk ishte shumë, por aq sa kishte, e bëra me këtë, e lash gjithë natën, edhe e kam larë sot në mëngjes. Kjo është shumë e mirë në fakt, mund ta gjeni tek DM, e lanë shumë mirë sobën, por nuk e di pse disa pika të zeza mua nuk më kanë dalë, por gjithsesi do ta provoj, do ta laj më shpesh sobën që të kem rezultat më të mirë besoj herët e tjera. Ja pra edhe soba, si që thash, lava edhe këto tavat, sepse i kisha pa larë, se si duken ishin nuk e di, do më thënë shumë keq. Si që thash, këto disa pika zeza aty nuk kanë dalë, por që shumica është super okej. Ja dhe Solea ime erdhi këtu. Ndërsa si që thash, u mora me këtë, lava sobën, bufen, pastrova, lavamanin, gjitha enët, i sistemova, i vendosa në përvende. Ka shkuar ora 12:30, vendosa edhe një lavatriçe tani, shtëpinë e kam të sistemuar, e shkova edhe me fshes me korrent, gjitha janë okej, nuk është se kam shumë punë të prapambetura. Vendosa edhe një lavatriçe, kam edhe shumë rrobe për të sistemuar, që janë tharë dhe duhet i sistemoj në përvendet e vetë. Pastaj nuk e di kur do më vi Terezia, duhet të sistemoj edhe dollapet, rrobet e dimrit i heqë dhe të vendosim rrobet e pranverës dhe verës, edhe pse koha jashtë është shumë ftohtë këtu. E Solea, unë gjitë këtu lart tek kjo tavolina sepse donte të dilte tek kamera. Pra, siç po thoja, i bëra të gjitha punët. Edhe tani kam vendosur edhe fasule për të zier, kanë zier fasulet, do t'i bëj edhe civene dhe jam gati, sot do ham fasule Solea për drek. Do edhe kur të vi babi, këmbeu gati akullorin, jo tani kur të vi babi. Po, kur të vi babi janë edhe akulloret gati, okay? Sepse ato dun shumë orë që të ngrihen te frigoriferi dhe t'i haj Solea akullore të shëndetshme. Edhe të gjithë bebat kështu duhet të bëjnë mami akullore.
te shtëpia dhe të hana kullore që bëhen vetë te shtëpia sepse ato janë më të mira, okay? Neve kemi e bërë me mjaltë, Me çaj kemi bërë, tregoj pak? me strawberry. Me Edhe grijet. Edhe ngrihet, po si shta Solea i kemi hedhur lule shtrydhe, kos edhe mjalt edhe i kemi vendosur të ngrihen dhe ato do dalin akullore shumë të mira dhe të shëndetshme, okay? Okay. Tani si e bëj unë si ven? Kam vendosur qepët që i kam ngrirë kështu në copat e vogla për të skuqur. Ja tek janë edhe qepët. Ndërsa këtu kam ato perime që ishin brenda tek fasulet, tek pozienin, 2 karrota të vogla, këtu janë presh spece dhe qepët. Pasi të i kem ngrirë në blender këto, do t'i shtoj tek tigani. Do t'i shtoj pastaj këtu tek tigani, ja tek është edhe qepa. Edhe do t'i hedh edhe salcën në fund edhe është gati civeja, pak fare ujë dhe do t'a hedhim pastaj tek tenxheria e fasuleve. Kështu e bëj unë si ven. Gjithmonë dua të skuq qepën sepse i jep një aromë shumë të mirë kur e bën me qep të skuqur. Edhe e ka provuar edhe me perimet ashtu të bluara dhe i ka vërdisim pak me vaj. Pastaj i hedhim salcën dhe bëhet civeja, por më pëlqen më shumë të shtoj edhe këtë qepën që e kam skuqur një herë. Por ato perimet gjithsesi nuk i hedh poshtë. Ja dhe fasulet e mia se si duken, i kam lënë për të dhënë edhe valën e fundit, pasi kam hedhur edhe civen. Nuk më pëlqejnë kur janë shumë të kuqe sepse kam pastaj si djegje në stomak, nuk i duroj dot. Më pëlqejnë më shumë kështu në traj të tillë, në këtë ngjyrë, dhe ato kanë zier në fakt, kanë zier goxha sepse unë i lash që mbrëm në ujë të ngrohtë, edhe këto fasule zjejnë super, po ju a tregoj se çfarë fasulesh përdor. Janë këtu, për gocat që jetojnë në Gjermani, i gjeni te Turku, zjejnë super brenda orës i keni gati, edhe pse siç thash, unë i lej një natë më përpara në ujë të ngrohtë dhe zjejnë akoma më shpejt. Ta do thoja për këtu, vendosa ato perimet që kisha brenda dhe i vendosa që t'i bluaja këtu. Këtë blenderin që i ka shumë të vogla këto, dhemzat këtu, e kam bler tek Müller dhe nuk më pëlqen fare, nuk bën asgjë. I rri gjithë ajo pjesa që ti hedh rri anës edhe nuk e bluan fare ushqimin. Nuk më pëlqen fare ky në fakt dhe nuk e di dua të blej një tjetër. Kam dhe një tjetër që e përdor për gatimet, këtë e morëm si për smoothie, por ky nuk bën për asgjë, në fakt nuk më pëlqen. Halo. Sot në fakt është dhe dita e baballarëve në të gjithë botën, edhe Solea i ka sjell babi e Sidi dje një letër, një zemër, bashkë me një varës të Chelsash. Kush më ndjek në Instagram, Instagrami jonë është Solea Family me të njëjtin emër. Unë kam bërë një story edhe kur ishte dita e mamave, Solea na solli nga kopshti një zemër të tillë me një dedikim, një për mamin edhe kësa here për babin, edhe me një varës të Chelsea shumë e bukur ishte edhe ajo. Edhe varës të Chelsea ose të çanta mund ta varësh ku të duash. Edhe ishte një kështu, ishte do ta lënte, ishte blu edhe ishte me një dorë vogël. Me një dorë të vogël. Edhe nuk e di ku është tani, ose do ta ketë marrë në Sidi me vete, ose do ta ka vënë në çanta. Po, ose do ta ketë lënë Solea diku, nuk e gjeta domethënë atë. Por që kjo është një dedikim shumë i bukur këtu, edhe i uroj të gjithë baballarëve kudo që janë gëzuar festën. Kjo është një festë shumë e bukur, shumë e rëndësishme, ashtu si festa e nënës. Edhe unë ndonjëherë bëj shaka me Ensidin dhe i them Ensidit që po si ka mundësi që ti e do kaq shumë Solean, ajo ka qenë te barku im për 9 muaj, ç'ne ti që do këtë, bëjmë shaka domethënë me njëri tjetrin, por që familja është shumë e bukur, shumë e shenjtë, edhe secili ka rolin edhe rëndësinë e vet, edhe pa njërin dhe pa tjetrin nuk mund të bëhet domethënë. Është i zinxhiri që janë të kapur ato hallkat me njëra tjetrën. Unë ju uroj Ensidit për sot të gëzuar festën e baballarëve, është një baba i mrekullueshëm. Jam shumë e lumtur që kujdeset non stop për Solean. Solea tani e ka bërë fytyrën me një maskë,
edhe po e heq atë me letrat lagura dhe unë i thash mos e bëj, ajo e bëri dhe tani mezi po e heq sepse ajo është një peeling, një maskë që hiqet si lëkurë më mbrapa, por që kujt i thua Solea nuk e dëgjoj, por u doja pastrojën tani. Siç po thoja, kur unë nuk kam qenë aty, ka qenë gjithmonë për gocën, i disponueshëm, ka sakrifikuar shumë edhe ai, jo vetëm unë, fakti që u largova e vetme dhe që erdha këtu, por edhe ai ka bërë pjesën e tij shumë të rëndësishme edhe kur erdhëm pastaj këtu në Gjermani, ka qenë gjithmonë non stop mbrapa gocës në të gjitha momentet kur unë isha në punë, e shkujdesur për Solean. Kështu që në këtë rast doja t'i uroja edhe babit tim, gëzuar festën, je një babai mrekullueshëm. Të falenderoj për gjithë shka që ke bërë për neve, për familjen tonë, që ke punuar dhe ke sakrifikuar që ne të kemi gjithë të mirat që na jash dashur gjatë gjithë kohës. Tani që jam prind vetë, e kuptoj sa rëndësi ka roli i nënës dhe i babait. Kështu që uroj që një ditë në të ardhmen dhe kur Solea të rritet, ta kuptoj gjithë sakrificën që ne kemi bërë edhe të gjithë fëmijët gjithashtu. Kështu pra se Solea nuk po rri, do ta pastroj tani edhe do ham drekën. Përshëndetje edhe nga një ditë tjetër, një gjë shumë të bukur që do ta shtoja pjesë e këtij vlogu është edhe intervista ime që kam dhënë në televizion. Kjo ka ndodhur rreth para 2-3 javëve, diçka e tillë ose para një muaj, por siç e thash edhe në fillim të videos në atë kohë, kisha edhe atë shkëputjen nga YouTube-i dhe nuk isha shumë aktive. Doja ta përmendja tek ky vlog, ka qenë një kënaqësi shumë e madhe të bëja intervistën time të parë të themi në një televizion shqiptar. Se kisha një ndërprerje të shkurtër publicitare nga Solea. Pra siç po thoj, ishte një kënaqësi shumë e madhe që mora pjesë në intervistë. Kjo për shkak të një reelsi që unë hodha në Instagram, që u bë shumë viral, ka marrë më shumë se 1.2 milion shikime, edhe Instagrami im mori 1.7 milion shikime brenda një muaj. Shumë komente gjithashtu, shumë shares u bën këtij reelsi. Shumë mesazhe, komente pozitive nga të gjithë juve. Jam shumë e lumtur për gjithë dashurinë edhe mbështetjen që kam marrë nëpërmjet komenteve dhe mesazheve. Kjo situatë, ky reels ka ndodhur para 3 viteve kur Solea dhe Ensidi erdhën këtu në Gjermani, edhe unë kisha 6 muaj që ndodhesha këtu dhe arrita të merrja më pas Solean dhe Ensidin me bashkim familjar. Ju pak a shumë kush më ndjek në YouTube ose në Instagram e di historinë time që unë kam ardhur vetëm këtu në Gjermani, po luan Solea me top, më falni. Edhe kam ardhur e vetme e para në Gjermani, sepse ashtu më doli viza mua në fillim, se kam parë edhe komente që kanë shkruar, po pse ike ti, nuk ishe burrin, ti ikte burrin përpara e kështu. Ne në atë kohë hidhnim të dy, aplikonim të dy, ka qenë kategoria punësimit 26, punësimi i thjesht, aplikonim të dy. Edhe më doli mua viza, Ensidi ndërkohë i the vazhdimisht, nuk i doli asnjëherë viza dhe arriti të vinte më pas me bashkim familjar dhe kjo u bë fatmirësisht e mundur brenda 6 muajve, faleminderit Zotit. Pra në atë reels janë ato momente kur Solea erdhi me Ensidin, që unë kisha rreth 6 muaj që nuk i shikoja. Janë vetëm disa sekonda ku përshkruajnë takimin ton, takimin tim me Solea, një kputje shpirti, por gjithçka tani ka kaluar, jam shumë e lumtur, shumë falenderuese Zotit, edhe vetes time që nuk u dorëzova në asnjë moment dhe isha shumë e bindur dhe shumë e fokusuar rreth qëllimit tim. Kjo ishte edhe rreth një lajm shumë i bukur dhe shumë emocionues për mua. Ftoj të gjithëve, kush nuk më ndjek në Instagram, Solea Family është edhe emri i Instagramit. Kush nuk më ndjek në YouTube, mund të bëj subscribe në kanalin tim, Solea Family, me të njëjtin emër. Jam shumë e lumtur, shumë mirënjohëse, ju dërgoj të gjithëve shumë dashuri. Unë mendoj ta mbyll këtu këtë vlog, ne do të dëgjohemi, do të shikohemi sërish në vlogun e radhës, që do të jetë një vlog shumë i bukur. Unë do t'ju tregoj edhe përgjigjen e analizave të mia, edhe gjithçka rreth se çfarë ka ndodhur.
do ta vazhdojmë në vlogun e ardhshëm. Ju falenderoj, mos harroni të bëni subscribe edhe një herë, shtypni butoni subscribe poshtë në kanal. Ju dërgoj shumë dashuri, faleminderit të gjithëve. Mirupafshim.